Në fjalën e tij, në takimin e parë të bordit të paqes, kryeministri i qeverisë kartel të Shqipërisë ka nxjerrë nga goja fjalë që ndoshta do të detyrojnë disa instanca ta marrin në pyetje për pohimet e tij tronditëse për Europën, shtetet europiane, miqtë e tij globalistë, si dhe për institucionet ndërkombëtare të drejtësisë, të cilëve u adresoi përgjegjësi. Rama e nisi kështu fjalimin. Më lejoni shkurtimisht t'ju tërheq vëmendjen në një konflikt tjetër të hapur që ndodh pranë Adeun tim, ku leadershipi i presidentit Trump gjatë mandatit të tij të parë e solli Kosovën dhe Serbinë më afër se kurrë, drejt një marrëveshjeje përfundimtare paqeje. Pra, Rama na pohon se në mandatin e tij të parë Trump nuk ishte fatkeqësi për Shqipërinë dhe marrëdhënie shqiptaro-amerikane, siç deklaronte ekraneve televizive, por ishte njeriu që kishte arritur përmbylljen për nënshkrim të marrëveshjes së paqes mes Kosovës dhe Serbisë. Na pohon me këtë gjithashtu, se gjithçka ishte bërë në fshehtësi dhe se populli i Kosovës nuk dinte gjë. As partitë politike në Kosovë nuk dinin, nëse jo asgjë, nuk dinin detaje për një marrëveshje të përfunduar. Gjithashtu në terë informativ ishin edhe europianët, demokratët e Amerikës së Clintonëve dhe Obamës, gjithashtu në mungesë dienie ishte edhe George dhe Alex Soros. Pra marrëveshja ishte definuar dhe këtë e dinte Thaçi, Rama dhe presidenti Trump me përfaqësuesin Genel. Indirekt pohon se edhe Serbia pas ka qenë dakord. Mirë do të jetë tani që kjo marrëveshje të shikojë dritën e publikimit dhe të marrin vesh kosovarët, shqiptarët, europianët, gjermanët, austriakët, francezët, belgët dhe të tjerët, cilat ishin pikat e marrëveshjes, çfarë merrnin apo lëshonin palët. Dhe për këtë, Rama duhet të thirret urgjentisht nga institucionet ndërkombëtare për të dhënë sqarime. Më pas Rama në fjalën e tij tha: Presidenti i Kosovës u pengua brutalisht të udhëtonte për në shtëpinë e bardhë për të nënshkruar atë marrëveshje në prani të presidentit Trump. Dhe kjo ishte vepër e të njëjtit prokuror që ndoqi vetë presidentin Trump dhe për këtë u bë i famshëm në mbar botën. Këtu shfaqet simbioza e demonit dhe idiotit, e kërmillit dhe të pabesit, që po i bën gropën vetes. Rama thot se Thaçin nuk e lanë të mbërrinte në Washington dhe arrestuan brutalisht. Cilët nuk e lanë? Rama tani duhet të flas me emra, sepse është kreu i një qeverie dhe këto po i thot përpara planetarkut dhe gjithë botës. Më pas për të ledhatuar vallaha organin e dëgjimit të Trumpit, la paramiste i thot sallës se ai prokurori që arrestoi Thaçin ishte i njëjti prokuror që përndiqte edhe Trumpin, ku kaloi në opozit dhe ku fitoi miku i Ramës, i fjetur i Biden dhe Kamala Harris, prologun e librit të së cilës e qëndiste Linda. Ti bëjmë disa pyetje demonit budalla. Pse nuk e tha që në vitin 2020 që i njëjti prokuror që arrestoi Thaçin, o populli i Kosovës po përndjek edhe presidentin Trump? Pse nuk i tha kosovarëve dhe shqiptarëve, cilët e arrestuan brutalisht Thaçin dhe kush i urdhëroi? Sepse kur i thot këto fjalë përballë Trumpit, na bind se prokurori na qen ka krahu i Clintonëve, Sorosit, Obamës, Merkelit dhe globalistëve, tarafit pjesë e të cilit ishte edhe ky. Dhe për deduksion logjik, janë vërtet këta që përmendëm më sipër, ata që nuk e lejuan Thaçin të devionte nga linja e tyre. Gjithsesi, përgjigjet duhet t'i japë Rama tani dhe përgjigjet duhet të jenë të dhëna me përgjegjësi. Thaçin e kishin përzgjedhur ata, Clintonët dhe tarafi, ata e kishin promovuar, ata e kishin mbështetur, armatosur, udhëzuar, ata e kishin vendosur në poste drejtuese, ata edhe e kishin përdorur ndoshta, kush e di se për çfarë akte penale, dhe kështu pra. Sigurisht që nuk do e linin të rëshiste ngjala Thaçin nga duart, sepse në fund të fundit, nuk i kishte bërë ditë që një Thaç, me një ram dërdimen dhe një grenell kokbosh, të mund të hanin hiena. Janë të njëjtat hiena që kanë sjell dhe mbajtur Ramën në pushtet. Ishte ky momenti kur Thaçi nuk u lejua të bënte lojëra, kur i than stop padronët dhe e dërguan atje ku e meritonte. Sepse kur u shërben të paudhëve të tipit Clinton, Obama dhe Soros duhet të presësh gjithçka pa kundërshtim. Më pas Rama vazhdon duke shtuar dozat e marrëzisë dhe papërgjegjshmërisë së fjalëve, duke thënë: Sot, presidenti i Kosovës ka kaluar 6 vite në paraburgim para një gjykate speciale që e çon në burg, e sponsorizuar nga disa shtete demokratike, disa prej të cilave janë të pranishme këtu dhe duhet të turpërohen nga kjo lloj drejtësie ndërkombëtare. Këto tha dhe atyre që e dëgjonin dhe kuptonin se çfarë thoshte, ura gongu. Rama pohoi se arrestimin, paraburgimin dhe nxjerrjen para gjykatës speciale të Thaçit e pas kanë sponsorizuar disa shtete demokratike. Shtete që nuk kanë turp, por që edhe përdorin drejtësinë ndërkombëtare e cila është mos o zot. Rama ka 6 vite që di se cilat shtete demokratike e kanë arrestuar dhe burgosur Thaçin dhe kujtohet tani që ta thot. Nga e di Rama këtë, kush ja tha? Këposhet Rama në këto momente, Sorosin, Merkelin, Clintonët, Obamën, dhe tek kush po i shet, tek presidenti Trump, kujt po i bën shantazh Rama për të shpëtuar kokën? Ta dini,
është aq i zhytur sa po i luan të gjitha kartat, pa përjashtim të gjitha, rulet ruse. Tani më, gjykata në Hag duhet ta thërasë Ramën në seancë pyetjesh dhe më pas të hetoj. Çfarë di Rama? Nga e ka burimin, nëse janë të vërteta dhe çështje relevante me akuzat që ai ngre. Që një kryetar qeverie të thotë se disa vende demokratike, pa turp, kanë sponsorizuar burgosjen e Thaqit, kjo nuk është as e lehtë, as e vogël. Kjo është minë me sahat, që mund ta lëshoj vetëm një sherr budalla, i cili tani duhet të vihet përpara përgjegjësisë të pohimeve të tij. Dhe 3 fjalitë e tjera të fundit të Ramës ishin këto. Ai tha: "Vetëm javën e kaluar, zoti president, një prokuror tjetër që paguhet nga ky vend i madh dhe taksapaguesit e tij, kërkoi 45 vite burg për Thaqin. Një kërkesë kjo që dërgoi një val tronditëse poshtërimi në një komb të tërë paqedashës. Në këtë moment, vetëm disa muaj ndërmjetësuan që njeriu i cili u ngrit nga rezistenca për pastrim etnik të shndërrohej në paqebrës. Ky qëndrim solli rezultat potencialisht shkatërues, me një gjykatë Hage sot, e cila ka dështuar tërësisht në çdo hap për të mbajtur lart standardet e drejtësisë demokratike. Për Perëndi, zoti president, le të bëjmë diçka përpara se, siç thoni ju, të ndodhin përsëri gjëra shumë të këqija." Sa më sipër fjalët e Ramës. Këtu logjika prek fundin, arsyetimi që don, sepse Rama është duke ju qartë Trumpit si të jetë Sorosi, për hienat që burgosën Thaqin. Po i përgjërohet Trumpit për ndihmë ndaj një drejtësie të padenjë siç është ajo e Hagës. Thua se Thaqin e kishin burgosur para 2 apo 3 ditës dhe jo para 6 vitesh. Janë thuajse të njëjtat përgjërime që i bënte dikur Hillarit, Obamës, Blinkenit dhe kryesisht mentorit të tij Soros, protektorit të tij nga rreziku Trump, pas vitit 2016. Janë të tilla momente që pafytyrësia ngurtëson logjikën, që pacipësia mund të bëjë antropofag, ku amoraliteti dhe imoraliteti në publik i një mashkulli të bind pse duhet të ketë burgje. Ky ishte Rama i Bordit të Paqes, që duhet të thirret në instancat më të larta europiane për të sqaruar cilat shtete dhe individ sponsorizuan arrestimin e Thaqit dhe pse drejtësia e Hagës qenë ka jashtë standardit, duke dhënë emra, fakte, data, prova. Pse e bëri këtë deklarat dje? Piktish nga shtëpia e bardhë, nga kush ndihet i kërcënuar Rama? Nëse ndihet, mos ndoshta me këto fjalë i parapriu ndonjë veprimi të ngjashëm që mund të ndodhë me të, por Rama duhet ta di, si pjell e hienave që është, se hienat nuk e sulmojnë me të njëjtën formë objektivin, por objektivit i shkojnë zakonisht nga prapa dhe nuk i ndahen. Në një vend ku populli është pa krah, sepse opozita është peng ose e shitur, një faqezi ja vë edhe flakën vendi dhe bota bën se hir, duke qenë e bindur që jeta vazhdon. Disa ky pastrim etnik edhe i egzalton. Allow me very briefly to draw your attention to another open conflict closer to home, where President Trump's leadership during his first term brought Kosovo and Serbia closer than ever to a final peace agreement. The president of Kosovo was then brutally prevented from traveling to the White House to sign that agreement in the presence of President Trump. And this was the doing of the very same Sicario prosecutor that went after President Trump himself, and for that became worldwide famous. Today, the Kosovo president have now spent 6 years in pretrial detention before a special court in The Hague, sponsored by several democratic states, some of them present here, that should be shamed of that type of international justice. Just last week, Mr. President, another prosecutor, funded by this great country and its taxpayers, requested 45 years of imprisonment for him, a request that sent shockwave of humiliation through an entire peace-seeking nation. At this moment, only a few months stand between a man who rose from resistance to ethnic cleansing to become a peacemaker, and the potentially devastating outcome in a court that has so far failed at every step to uphold the standards of democratic justice. For the sake of God, Mr. President, let's do something before, as you say, very bad things might happen again. Mast Channel. Please subscribe.